Tragjike, 3 shqiptarët grabitën një farmaci dhe tentuan të ratiseshin, por u përplasën me automjetin e një polici humbin jetën të 4. Një aksident tragjik ka ndodhur në qytetin Malagas, ku një nën inspektor i policisë kombëtare spanjolle, 48 vjeç, dhe 3 persona të dyshuar si pjesëtar të grupeve kriminale shqiptare humbën jetën pas një përplasje kokë më kokë mes 2 automjeteve. Ngjarja nisi pas një përpjekje për grabitje në një farmaci në rrugën Lope de Rueda në lagjen Puerto de la Torre. 3 grabitësit, cilët besohet se janë antar të një bande të njohur shqiptare, tentuan të grabisnin farmacin, por dështuan dhe u larguan me shpejtësi në një automjet të fuqishëm. Policia kombëtare dhe ajo vendore u vu me njëherë në ndjekje të tyre. Sipas raportimeve nga agjencia EFE gjatë grabitjes, grabitësit morën një kthes të gabuar duke hyrë në drejtim të kundërt në autostradën A7 drejt Terremolinos. Pikërisht aty ndodhi përplasja fatale me makinën e nën inspektorit 48 vjeçar, i cili nuk po merrte pjesë në operacion, por po kthehej në shtëpi pas një turni nate. Përplasja e fuqishme çoi në shpërthim në flak të 2 automjeteve. Sipas autoriteteve të Këshillit të Qytetit Malagës, zjarfikësit nga stacionet Kuriana, Carretera de Cádiz dhe Martirikos mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes për të nxjerrë trupat nga mjetet e djegura. 3 personat në makinën e grabitësve u gjetën të pajet, ndërsa oficerët e policisë lokale nxorën nga makina nën inspektorin, por fatkeqësisht nuk mundën t'i shpëtonin jetën. Në vendngjarje ndërhyn edhe garda civile, policia kombëtare dhe shërbimet emergjente 061. Hetimet për aksidentin po drejtohen nga Departamenti i Trafikut i Gardës Civile. Nën inspektori ndjer ishte babai 2 fëmijëve dhe kishte mbi 20 vite në shërbim. Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Spanjë dhe autoritetet lokale kanë shprehur ngushëllimet për familjen e tij.